përshëndes, përse kjo dashuri e shtuar për të patur një kafsh në shtëpi nga ana e qytetarëve në Elbasan? Si shpjegohet? E drejtë, në fakt, duket se gjatë viteve të fundit të shtuar interesi të paktën tek familjet elbasanase, por edhe në përgjithësi në vendin tonë për të adoptuar një kafsh shtëpiake, më të preferuara të padyshim që mbeten qentë edhe maket, dhe gjatë viteve të fundit, sidomos janë parë edhe si një mënyrë për të shoqëruar të vegjëlit gjatë rritjes. Së pasi duket se këta janë kategoria e cila i preferon më së shumti për t'i pasur në shtëpi. Dhe duke qenë tashmë se edhe prindërit janë njohur me efektet pozitive që ka në shëndetin e fëmijëve, sidomos mbajtja e një kafshe shtëpiake, kanë vendosur që shpesh t'ia bëjnë edhe dhuratë të fëmijëve të tyre një kafsh shtëpiake. Interesi duket se ka ardhur nga viti në vit, dhe kjo vërehet edhe tek klinikat të cilat kanë kërkesa nga viti në vit më të larta nga qytetarët për të marrë një kafsh shtëpiake. Padyshim që kafsha kërkon vëmendje dhe kujdes qoftë shëndetësor, i cili është shumë i rëndësishëm për shëndetin qoftë të kafshës, por gjithashtu edhe të njerëzve, familjes e cila do ta adoptojnë, ndaj fillimisht përpara se të vendosin që të marrin një kafshë shtëpiake, të gjithë ata prindër kryesisht duhet të konsultohen edhe me mjekët, sidomos mjekët veteriner, në mënyrë që kafsha të jetë e vaksinuar dhe të mos përbëj asnjë lloj rreziku nga ana shëndetësore për të vegjëlit, që siç e thash edhe pak më sipër, mbetet kategoria e cila i preferon më së shumti për t'i pasur ndoshta si bashkëshqyrtues në shtëpi. Interesi për t'i adoptuar ka qenë në rritje dhe po ashtu kërkesa për të pasur një prej tyre. Kategori të mbeten të shumëllojshme, por padyshim që mbi zotërojnë 4 putroshët dhe në Elbasan mbeten ndër të preferuarat për të adoptuar, por gjithashtu ndoshta edhe për lehtësinë që ka mbajtja e një maceje apo e një qeni në shtëpi, mbeten kategoria më e përzgjedhur si kafshë shtëpiake. Kam përshtypjen edhe fëmijët i duan më shumë macet apo qentë. Edisona, ti ke marrë intervistë edhe një mjek veteriner, Bledian Oga, i cili e shpjegon po ashtu edhe këtë interesim të prindërve për t'i blerë fëmijëve një kafshë shtëpiake. Mirë, ndjekim materialin, Regjera ndihmon pak me intervistën. Në fundit shtuar interesi për marrjen e kafshëve. Një nga arsyet më të shumta që familjarët marrin janë fëmijët që duan si dhuratë, pastaj janë prindrit që kujdesen. Gjë që është e mirë edhe për fëmijët, por edhe për të rriturit. Në fundit janë dhe antistres. Do të thosha që është një zgjidhje më e mirë për fëmijët, duke qenë se bëhen më social kur kanë një kafshë në shtëpi sesa kur kanë një telefon në dorë. Zakonisht marrin qenë të racave të vogla, duke qenë se shumica jetojnë në apartament. Që është më e menaxhueshëm si prerje për hapësira të vogla. Mira është që në fillim para marrë kafshën, do të këshillohen me mjekun veteriner për të marrë këshilla të bazë për kujdesin shëndetësor, por edhe për të kuptuar se cila racë është e përshtatshme, që në momentin që e marrin të jenë përgatitur dhe mos ketë situata të pakëndshme. Por dhe ato që i kanë aktualisht duhet të bëjnë kontrole rutinë një herë në muaj, një herë në 3 muaj, që putroshët të jenë të shëndetshëm, por edhe familja mos rrezikojë, do të kemi një bashkëjetesë të shëndetshme. Mirë, Edisona, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Elbasani, sigurisht dhe për intervistën që ke realizuar